Albina, tash edhe si në aspektin edhe si lexues, a mendon që përmbushet kërkesat e krejt atyre lexuesve që ju shkruajnë çdo ditë juve? Unë e di që ti edhe krenarja sidomos jeni çdo herë të gatshme me kthy mesazh krejt njerëzve që na shkruajnë, kërkojnë faljen ndës dhe dikujt i vonojmë një mesazh, por mundohemi gjithve në kohë reale me u kthy përgjigje, qoftë për numrat e doktorëve, qoftë për çka do që kërkojnë. A mendon që i plotson kërkesat në vedisim dhe edukim, po flasim? Duke pas parasysh që shëndetësia është një fushë e gjanë, që brenda vetes ka edhe mini fushat e tjera, është pak e vështirë me i mbrit të gjitha, mirë po si gazetar tentojmë që gjithmonë me ja përgjigje lexuesve tonë, kjo gjithmonë duke referuar në profesionistët tonë të shëndetësisë. Dhe ata janë të gatshëm? Gjithmonë. A është e lehtë në çast të ta? Shpeshherë është e lehtë, shpeshherë që po. Mendoj që janë bashkëpunues më të mirë tonë, edhe pa ta se besoj që kishim mujt me qenë këtu ku jemi. Po.